Rreshjet intensive të shiut gjatë natës kanë shkaktuar problematika në qytetin e Lezhës, si pasojë e prurjeve të mëdha. Sistemi i kanalizimeve nuk ka mundur të përballojë sasinë e ujit, duke sjellë përmbytje në lagjen Beslidhja. Në disa zona niveli i ujit ka arritur deri në 40 cm, duke bllokuar hyrjet e pallateve dhe duke vështirësuar qarkullimin e këmbësorëve dhe automjeteve. Banorët janë përballur me një situatë të vështirë, veçanërisht gjatë orëve të para të mëngjesit. Situata është inspektuar edhe nga kryetari i Bashkisë Lezhë, Pirin Dreu, së bashku me drejtorin e Agjencisë Mbrojtjes Civile, Haki Çako, dhe prefektin e Lezhës, Taulant Malshi. Ajo që është më serioze është se ka pasurish edhe në zonat malore që nuk vinë kryesisht në territorin e Lezhës, por që karikojnë gjithë përrejt e lumet që vinë nga sipër, plus shkarkimet e hidrocentralit që kanë bërë punën e vet dhe jemi në një situatë në prag problematike. Akoma nuk jemi në një situatë alarmante, sepse nuk ka banesa të identifikuara, por ka zona të cilat kanë toka në ujë. Janë rreth 450 hektarë në gjithë territorin e Lezhës. Gjithë forcat e bashkisë janë në terren, të gjitha kudo, duke kontaktu me banorë, sepse para gjë që na shkon në mend është që të ndërhyjmë sa më shpejt nëse do rrezikohet në një nga banesat dhe banorët aty, dhe e dyta po shikojmë se çfarë mund të rikuperojmë në terren. Ka probleme në Klan, ka problem në Spitën, ka problem në Taleni, ka probleme në Zadrim, në disa pjesë, në Grashtu, në Zojës, megjithëse situata nuk është e asaj atij niveli që ne jemi mësuar ta shohim, por nëse do vazhdojnë rreshtet, pritet edhe në një agravim i mundshëm. Për shkak të pranisë së ujit në ambientet përreth është pezulluar mësimi në shkollën 9 vjeçare Kosova në Lezhë, ndërkohë vërehet një rritje ndjeshme e niveleve të lumenjve Drin dhe Gjadër, të cilët aktualisht janë pranë kuotave kritike. Po ashtu lumi Drin ka përmbytur edhe shëtitore në lagjen Skënderbeg në Lezhë. Dhe sipas kryebashkiakut Pirin Dreu, deri në këtë momente janë rreth 450 hektar tokë bujqësore e përmbytur. Autoritetet vendore bëjnë me dije se po ndjekin nga afër situatën dhe janë në gatishmëri të ndërhyjnë në çdo rast të nevoje apo evakuimi të mundshëm.